sa të rrezikshme janë dezinformatat kur ka tensione politike. E pikërisht për këtë rrezik, sot do të flasim me profesorin Alban Zeneli, i cili është pjesë e departamentit të gazetarisë në Universitetin e Prishtinës. Mirë se erdhe, Alban. Mirë se u gjeta, faleminderit. Mirë, gjatë tensioneve në veri kemi pa që ka pas shumë dezinformata të cilat kanë qenë si lajme sensacionale që kanë prejkë, si me thonë, në emocione, po edhe kanë nxit përqamje. Sipas jush, cilat janë motivet që rrinë mbrapa dezinformatave në kohë tensione politike? Realisht, ka gjithsej 3 generator të cilët gjenerojnë dezinformimin edhe çrregullimin informativ në tërësi. Generatori i parë është paraja, i cili gjeneron kryesisht dezinformata tipit clickbait, por edhe lloje të tjera, pra qëllimi i personave që i ndërtojnë këto përmbajtje të ngjashme me lajmet, po që esencialisht janë dezinformata, është fitimi i parave, qoftë përmes reklamimit online, qoftë përmes web trafikut, edhe faqeve të ndryshme në media sociale. Generatori i dytë është generatori politik i brendshëm, që kryesisht grupet politike, partitë politike dezinformojnë me qëllim që të marrin sa më shumë njerëz në bindjen e tyre, të kthejnë sa më shumë njerëz në bindjen e tyre politike, ndërsa generatori i tretë është generatori i cili Bashkimi Evropian e quan propaganda jo perëndimore, duke referuar Rusisë dhe Kinës, por në fakt në rastin e Kosovës dhe specifikisht në veriun e Kosovës, na e kemi gati të njëjtën propagandë e cila zhvillohet nga Serbia për Kosovën. Kështu e ka një farë dezinformate për këtë popullin e vetë, se çka kanë bërë. Realisht po, narrativa përgjithshme e Serbisë për Kosovën ka prodhuar në vazhdimsi dezinformata të llojeve të ndryshme, me qëllimin kryesor që serbët në Kosovë të mbajnë të pa inkuadruar në institucionet vendore. Mirë, ne folëm për një pjesë e cila ka qenë, si më thonë, aktive kohën e fundit me dezinformata, po shohim që edhe pjesa tjetër e vendit nuk është që ja lën mangut, si më thonë kështu, pothuajse në baza ditore. Çka i bën qytetarët tonë me qenë ndjeshëm ndaj dezinformatave, me ra në atë grepin e dezinformatave? Realisht, shoqëria jonë është jashtëzakonisht e cënueshme nga dezinformimi edhe nga çrregullimi informativ në tërësi, për faktin se sistemi jonë i shkollimit nuk ofron informatat e nevojshme për median sot edhe për, le të themi, ambientin medial në cilin sot trit tonë, po edhe qytetarët e Kosovës në përgjithësi, jo veç trit jetojnë, pra na kemi një pluralitet jashtëzakonisht madh të mediave, nëse shohim numrin e mediave online, numrin e radiove, televizioneve dhe mediave tjera të cilat operojnë në Kosovë, e shohim që numri është shumë fish më i madh po zonë se sa krahasu me një vend Bashkimit Evropian nëse marrim proporcion me banorët. Në këtë pikpamje, sidomos media sociale janë jashtëzakonisht përdorura në Kosovë dhe nëse krahasojmë po zonë me dhënat e Bashkimit Evropian, del që 6 fish më shumë të tonë harxojnë kohën media sociale se sa të Bashkimit Evropian. Kjo lidhet edhe me faktorë tjerë social, që është papunësia e gjona tjera, por në esencë, 3 tonë janë jashtëzakonisht ekspozuar ndaj mediave sociale, në të cilat dezinformimi është jashtëzakonisht shpërndam. Në njëjtën kohë, nga shkollimi publik, nuk është se marrim ndonjë informatë ose ndonjë shkallësi e cila kish më ndihmu me kriju mendim kritik për çato përmbajtje që i shohin media sociale. Po lidhem apet, po shkojmë ka veri, e kemi pas, si me thonë, tensionet në veri, e kemi pas një thirrje në rrjetet sociale, hajde me boni një protest në Mitrovicën e Jugut, po kemi pa një reagim edhe prej media, po edhe prej institucioneve, duke i thonë njerëzve që nuk është një thirrje, hajde po e çojmë kredibile që me dalë në protest, nuk ka një aktivizëm gjatë tilla, po megjithatë, si me thonë, dolën qytetarët. Çka flet kjo për kapacitetin e mediave dhe për institucioneve për me luftu dezinformimin? Realisht institucionet tona dhe përgjithsisht institucionet në gjithë botën kanë një problem sepse duhet shkojnë gjithmonë mas të keqës së ndodh. E keqja që ndodh është dezinformimi dhe në vazhdimsi demonti i atij dezinformimi është më pak se sa dezinformimi çfarëdo që punon. Çfarëdo që thuhet pastaj për institucioneve është më pak, por e rëndësishme është institucionet të reagojnë në kohë reale, pra jo të pritet 24 ore, mas 24 ore të reagohet ndaj një dezinformate, sepse për 24 ore dezinformata veç e bënd vetën dhe nga pikpamje intervenimi ad hoc i institucioneve për t'i luftu dezinformatave nuk është zgjidhja dur. Zgjidhja dur është që lënda e edukimit për media,
e cila mungon sistemin tonë para universitar të futet si landë obligative tashmë shkollimin tonë publik. Kjo kish me ndihmu të rritë që dalim prej atij sistemi, ma vonë të gjithë që kalojnë atë sistem shkollimi, të kenë shkallësit cilat mujnë mi detektu vetë ato dezinformata pa pas nevoj për një demand të madh nga ona institucioneve. Sa nxem vend dezinformimi në ligjëratat departamentit e gazetarisë, në përgatitjen e gazetarëve të ri, sepse potencialisht do të jem pjesë ndonjë media që ndonjëherë edhe rrshasin në dezinformim. Realisht, ato se çfarë bën departamenti i gazetarisë është kundërta e dezinformimit. Komplet shkollimi jonë lidhet me mënyrën se si gazetar duhet raportojnë të vërtetën. Pra, dhe gjitha lëndët që lidhen me shkollimin e gazetarëve të rinë, departamentin e gazetarisë e kanë këtë mision. Çka është e rëndësishme që qytetarët me pas parasysh në këso kohë kur ka dezinformata e që rreziku për ty në është bëjë i madh. Kështu ca tips për ta. Po, asnjëherë nuk ka një formulë veçantë e cila që e formulë kish me mujt me funksionu në të gjitha rastet, për faktin se dezinformatat, po edhe lajmet në njëjtën kohë nuk përsëritën asnjëherë. Është zakonisht me rëndësi me e këshyr qatë tekst që po e lexojnë, qatë video që po e shohin, apo shohin mendimet e autorit që e ka bo atë përmbajtje mediale, apo shohin fakte. Sepse dezinformatat kanë predispozita me përdor shumë opinione e ndonjë fakt ose gjysmë fakt me marrë prej diku. Kjo është njëna prej elementeve që dallon çrregullimin informativ prej formave tjera. Njëna prej formave tjera është pashtu me verifikua adresën prej ku po merr informata. Në Kosovë ka mjaft media kredibile. Përveç kësaj është zakonisht me rëndësi me ditë kontekstin në të cilin thuhet informacioni që merrni online, sepse shpeshherë dezinformatat duke ndrru kontekstin, qoftë kontekstin kohor, qoftë kontekstin e vendit, qoftë ndonjë kontekst të lloji tjetër, ajo informat pastaj përfundon në dezinformim.